Dhe ne qëndrojmë të patundur krah Izraelit në këtë moment të vështirë e të dhimbshëm, ku ende ka njerëz në bodrumet mesjetare të Hamas, dhe siç e kam thënë përpara, dua ta përsëris dhe tani. Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse e zgjidhjes me 2 shtete. Por në këndvështrimin tim e në këndvështrimin tonë nuk ka zgjidhje ne Hamasin aty. Dhe ndryshe nga që janë përpjekur të tjerë të thonë, Hamasi nuk është lëvizje rezistence. Hamasi janë nazistët e shekullit të ri. Dhe historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis. Duke ju uruar çdo të mirë, juve, popullit Izraelit, gjithë rajonit, e duke pritur me padurim të shoh paqen midis hebrejve dhe arabëve, mbetem vërtet mirënjohës për gjithmonë për këtë moment të jetës sime, që jam i sigurt nuk e meritoj si person, por që jam i sigurt që të gjithë shqiptarët që kanë bërë diçka për hebrejt e meritonin këtë moment.